Një tragjedi e rënd ka tronditur fshatin Domen të njësisë administrative Postrip të Shkodrës, ku 24 vjeçarja Bleona Çobaj Qelaj dhe 2 fëmijët e saj të mitur, Amar 3 vjeç dhe Anuar 18 muajsh, humbën jetën si pasojë një zjarri që dyshohet të jetë shkaktuar nga shpërthimi i një bombule gazi në një banesë të vjetër të familjes. Ngjarja ndodhi rreth mesditës në lagjen Plisht, sipas të dhënave paraplake. Familja ishte mbërritur në Shqipëri nga Gjermania me 15 korrik për të kaluar pushimet verore. Ata ishin vendosur në banesën e tyre në Golem të Shkodrës, ndërsa prej disa ditësh po pastronin një shtëpi të vjetër në Domen, e cila kishte mbetur e pabanuar për rreth 20 vite. Në momentin e tragjedisë, Bleona Çobaj ndodhet në banesë së bashku me 2 fëmijët e saj të vegjël. Bashkëshorti i saj, Besmir Qelaj, 35 vjeç, dhe babai 24 vjeçares ishin larguar drejt qendrës së fshatit për të bërë disa blerje kur ndodhi shpërthimi. Sipas dyshimeve të para të grupit hetimor, reja ka ndezur një bombul të vogël gazi e cila dyshohet se ka shpërthyer me një herë. Shpërthimi shkaktoi një zjarr të fuqishëm, ndërsa nga presioni u shembe dhe çatia e banesës duke zënë poshtë nënën dhe 2 fëmijët. Alarmi u dha nga një banor i zonës, i cili pa flakët dhe njoftoi shërbimet e emergjencës, por për shkak të terrenit të vështirë dhe mungesës së një rruge që të çonte pranë banesës, mjetet zjarrfikse nuk mundën të arrinin deri në vendngjarje. Ekipet e zjarrfiksëve u detyruan të përshkonin në këmbë rreth 30 deri në 40 minuta për të mbërritur në banesën që e kishte përfshirë flakët. Pas shuarjes së zjarrit, ekipet e shpëtimit gjetën trupin e pajetë të Bleona Çobajt dhe më pas trupat e 2 fëmijëve të saj, Amarit dhe Anuarit. Pamja gjetur në vendngjarje u cilësua nga efektivët si tepër e rëndë. Policia e Shkodrës njoftoi se grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon hetimet e përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit për dokumentuar të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje tragjike. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta. Presidenti Bajram Begaj shprehu ngushëllimet e familjarëve, ndërsa kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci e cilësoi humbjen si të pazëvendësueshme. Në shenjë respekti për viktimat, mbledhja e Këshillit Bashkiak Shkodër nisi me 1 minutë heshtje.